flasim për një garë globale akademike për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, e cila është fokusuar në shkencë, matematikë dhe inovacion. Është fjala për Neo Science Olympiad, që është olimpiada shkencore Neo, edhe fëmijë nga Kosova marrin pjesë në këtë garë për krah shteteve të botës. Sa nxënës nga vendi ynë janë kualifikuar për këtë vit dhe çfarë saktësisht është kjo garë, e zbulojmë nga të ftuarit që i kemi në linjë direkte me Rita Aliçka Ilezi, udhëheqëse e qendrës Kosova Global Talent, e cila pranë e ka dhe nxënësën Albesa Kurtulaj. Mirë se erdhët nëpërmjet kësaj lidhje interneti. Përshëndetje, mirë se gjatëm, faleminderit për ftesën. Urime. Faleminderit shumë. Tregom çka është saktësisht kjo olimpiade, dashur më Rit, dhe pse është e rëndësishme si garë për ne si vend. Gara Neo Science Olympiad është një olimpiadë ndërkombëtare, e cila që përmende i ka fushat e matematikës, shkencës, teknologjisë dhe inovacionit. Është viti i 4 që na po marrim pjesë si shtet i Kosovës. Kemi udhëtuar edhe më herët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me nxënësit nga Kosova. Në këtë vit janë kualifikuar 26 nxënës nga kategoritë të ndryshme. Dhe tani jemi në përgatitje sipër që të udhtojmë këta nxënës në fund të muajit korrik dhe fillim të muajit gusht në New York të Shteteve të Bashkuara, ku do ta përfaqësojmë edhe kësaj radhe Kosovën. Sa nxënës, po mendoj sa është kosto për më shku deri atje? Sa të holla ju duhen? Po, është një kosto bukur e lartë, duke pas parasysh që është edhe një vend i larg, vetëm pjesëmarrja atje dhe akomodimi në hotel është $2200, kurse pastaj edhe bileta e transportit, domethënë nga këtu është njëshme në shtesë. Totali, sa është i këtij udhëtimi që ju më marr pjesë në olimpiadë? Totali, domethënë për më mbulu me shumica e shpenzimeve është dikon $3000. Për një është një shumë bukur e lartë. Për një nxënës? Për një nxënës. Sa nxënës janë gjithë që do shkojnë? Realisht ne kemi 26 nxënës të cilët janë të kualifikuar. A do të shkojnë të 26-it? 26, domethënë janë kualifikuar, po përderisa nuk kanë arrit ende me u siguru sa i përket anës financiare, deri tani kemi 10 nxënës të cilët e kanë konfirmuar pjesëmarrjen atje. Pra sa të kontribojmë ne, aq më shumë nxënës shqiptar shkojnë edhe përfaqësojnë Kosovën. Po, saktësisht domethënë kjo është ajo, sepse po kemi raste kur nxënësit po e meritojnë dhe po janë në top listën e të kualifikuarve, mirë po për shkak të shpenzimeve financiare nuk po arrin t'ja dalim prendet me mbulu këtë. Albesa moj drit moj, sa vjet i ke? 12 vjet. Sa është sfiduese kjo garë për ty o drit? Për mu ishte shumë sfiduese, për mua edhe nëna ime, që është profesoreshë matematikës, më ka sfidu që nga fëmijëria që të merrem me matematikë dhe më pëlqen edhe kështu si lënë, kështu që ishte sfiduese, por edhe ishte argëtuese për mua. Është hera parë që do të shkosh? Është hera parë që e kam bërë testin dhe jam kualifikuar, por nuk e di atë të shkoj sepse për shkak probleme financiare që mund t'i ketë secili nxënës, nuk e di a do ta kem mundësinë të shkoj. Ku të lajmërohemi zonja Merit? Ku më u lajmëru ato biznese që janë të interesuar me përkrah këtë udhëtimin e juaj dhe përfaqësimin e Kosovës atje? Realisht i kemi gjitha informacionet tona edhe në rrjetet sociale edhe përmes websajtit tonë zyrtar, mirë po në bashkëpunim me organizatën Global Albanian Foundation, është me bazën e Boston të Shteteve të Bashkuara, e kemi organizuar një kampanjë mbështetëse ku ata donator ose personat e vullnetit mirë që dojnë me u mundësutën e fëmijëve me udhëtu atje, atëherë kanë mundësinë përmes linkut që vetëm me një klik ata mund me dhanë ato që kanë mundësi qoftë edhe në shuma të vogla, domethënë nuk do të thonë me ka një shumë e lartë, për shkak se në momentin që njerëzit bëhen bashkë, atëherë ofrojnë shumë, kështu që edhe për këta 26 fëmijë, domethënë secili nga pak do të kontribuojmë që t'ja u realizojmë ëndrrën e tyre që të shkojnë në New York dhe ta përfaqësojnë Kosovën në këto fusha të cilët i përmendëm. Faleminderit shumë Rit, jemi në kontakt, uroj të plotësohet kjo ëndra aty në fëmijëve dhe normal të përfaqësoni Kosovën. Faleminderit për këtë lidhje, suksese. Faleminderit shumë për mundësinë. Ju shkoft mbar.